25 vjeçarja Daorsa Spahia, studentja shkëlqyer masterin nga Gjakova, nuk gjendet më mes nesh. Trupi i saj u gjet pa shenje jete në Tetov, Maqedoninë e Veriut, duke lënë pas një bashllëk të pamat dhe një mori pyetjesh të dhimbshme. Por në këtë dhimbje të thellë, vjen reagimi prekës i hallës së saj. Valbuna Spahiu Ramadani në TikTok. Ajo refuzon të besojë humbjen, duke e quajtur Daorsën një engjëll në qiell dhe duke thënë se nuk do ta pranoj kurrë largësinë e saj. Ajo nuk dalet me kaq. Halla akuzon rënd, duke shprehur mallkim për institucionet që heshtën, që sipas saj e sollën Daorsën në gjendje të papërballueshme. Lidh me një familje që kërkon llogari. Mallkuar qofshin ata që të sollen në një gjendje që s'mundet ta përballojë më, mallkuar qofshin institucionet që heshtin për ty e nuk zbardhet drejtësia për një vajzë të re që ju kthye Kosovës në arkivol. O zemra po na dhem për ty o e bukura jon, o shpirti jon i bardh Daorsa Spahia. Ndërkohë që familjarët janë në zi, hetimi po intensifikohet. Për tani, dyshimet kanë një emër dhe mbiemër. Bëhet fjalë për Esediu, djalin një biznesmeni të njohur nga Kumanova, Esediu, i cili po dyshohet për shtytjen e vetvrasjes të Gjakovarës. Burimi pranë policisë në Tetov konfirmoi detaje të rënditse. Në banesën e të dyshuarit është gjetur telefoni i viktimës me mesazhe kërcënuese ndaj saj, si dhe një armë zjarri. Kjo hedh një dritë krejt tjetër mbi ngjarjen. Pse u ndërprek kaq shpejt jeta e kësaj studenteje nga Gjakova? Opinioni publik kërkon drejtësi. Familja kërkon përgjigje. A do të ketë drejtësi për Daorsën, apo kjo tragedi do të mbetet vetëm një pikëllim i hidhur në kujtesën tonë?